Venezuelës, cilët kishin kryer veprimtarit e tyre të palishme në Shtetet e Bashkuara, të udhëhequr pikërisht nga presidenti i këtij vendi, i konsideruar jo legjitim nga Shtetet e Bashkuara, por edhe perëndimi. Të tjerë nxituan të thonin se interesi kryesor dhe parsor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte marrja e naftës së Venezuelës, pasi ky komb ka rezervën më të madhe të naftës, se thënë ndryshe rreth 20% e rezervës botërore. Por Inside Geopolitik ka sjell një analizë të interesante që tregon 3 arsyet se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen këtë sulm preciz, morën apo më saktë rrëmbyen, siç thot vetë Maduro, presidentin e Venezuelës dhe do ta gjykojnë atë për narko trafikant. Shohim pikërisht hartën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sipas asaj që raporton Inside Geopolitics, shkaku kryesor që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen këtë sulm preciz ndaj Venezuelës ishte një ndër arsyet kryesore fakti se Venezuela është parë prej kohësh që prej administratës së Barack Obamas si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si një ballkon armik i cili synon që të cënojë pikërisht sigurinë kombëtare të Washingtonit zyrtar. Kjo është arsyeja e parë dhe kryesore që renditet pikërisht nga ky website i njohur i zhvillimeve gjeopolitike. Një tjetër arsye e cila konsiderohet po ashtu tejet e rëndësishme është sepse sipas raportimeve të inteligjencës amerikane, për gjatë viteve të fundit, inteligjenca e Washingtonit ka pasur pikërisht detaje se Venezuela po planifikonte të kryente një pushtim të pjesshëm të Guajanës. Dua t'jap disa detaje interesante sa i përket Guajanës dhe këtij interesi pikërisht të shfaqur nga Venezuela, pasi është vendi i vetëm në Amerikën e Jugut, i cili është një vend anglisht folës dhe synimi kryesor sepse Venezuela ka pasur dëshirën për të kryer veprime ushtarake brenda këtij kombi ka qenë zbulimet e bërës fundi për rezervat e larta të naftës dhe të mineraleve të rralla. Diçka e tillë sigurisht që bie në kontrast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët prej kohësh kanë qenë në kërkim të këtyre mineraleve të rralla, por mbi të gjitha do të kishte një zgjerim të influencës së Venezuelës në Amerikën e Jugut, të cilin Washingtoni nuk do ta donte e mbi të gjitha nuk do ta pranonte. Por, sipas Inside Geopolitics, zhvillimet më të fundit që vinë në Venezuelë lidhen edhe me një Donald Trump i cili me doktrinën e tij apo me parimin e tij Amerika e para kërkon t'i tregojë edhe botës se është gati të krijojë një rend të ri botror dhe mbi të gjitha të godas ato që prej kohësh janë konsideruar armiq Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe vetë të Europës. Sipas kësaj analize, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer këtë goditje parimisht dhe fillimisht sepse në vitet e fundit marrëdhëniet e Venezuelës ishin zgjeruar si me Kinën